Zoti tregoi se e përzuri djalin me një çnderim të plot, për të treguar se ka urdhëruar Ademin të vendoset në xhennet. Zoti urdhëron e thot: "O ja Adem uskun anta wa zawjuka al-janna, fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin." O Adem, ti me gruan tënde hyni në xhennet, hani prej çdo mirësie, por mos ju afroni kësaj peme, sepse atëherë bëheni prej keqbërësve. Fa waswasa lahuma ash-shaytanu liyubdi lahuma ma uri anhuma min sawatihima. Ne i urdhëruam që të qëndrojnë në xhennet dhe të mos e hanë pemën e atij druri, por djalli gaboi Ademin e Havan për t'i zbuluar njëri tjetrit vendet e turpshme. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. Dhe u tha atyre: Zoti juaj nuk ju ka ndaluar që të hani prej kësaj peme për gjë tjetër, veç se nëse hani prej saj do të bëheni melek ose mbretër, ose prej atyre që rinë përjet në xhennet. Por meqense Zoti nuk i dëshiron për ju këto dy punë, ju a ka ndaluar. Kështu po të hani prej saj do të bëheni melek ose do të rini gjithmonë në xhennet. وقاسمهما inni lakuma lamina an-nasihin. Djalli nuk u mjaftua vetëm ato fjalë, por edhe u betua para tyre duke u thënë: "Unë kurdoherë jam dashamirës e këshillues për ju, dëgjojeni fjalën time." Fadallahuma bighurur. Atëherë djalli i zbriti ata tek ajo pema që t'i gaboi ata me betimin e rrem që u bëri. Kuptimi: djalli i hodhi ngacmime Ademit dhe Havas që t'u zbulonte atyre vendet e turpshme dhe kështu i bëri ata të turpëruar para atyre që ishin në xhenet, ashtu siç ishte veti turpëruar. Ai u mundua t'i gabonte ata duke u thënë: Zoti nuk ju ka ndaluar të hani nga ajo pemë për ndonjë gjë, veç sa ai nuk dëshiron që ju të bëheni melek ose të rini përgjithmonë në xhenet. Madje djalli u betua dhe tha: "Dëgjomoni mua, hani prej kësaj peme, se unë jam dashamirës dhe këshillues për ju." Kështu i gaboi me dhelpëri e i zbriti prej gradës së lartë që kishin. Fahri Raziu dhe Hazini thonë se fjala ngacmim do të thotë përsërit fjalët tinëzisht. Për mënyrën e ngacmimit, dietarët kanë thënë fjalë të ndryshme, por shumica e interpretuesve kanë thënë se Ademi dhe Havaja kanë ardhur te dera e xhennetit nga brenda dhe djalli nga jashtë atyre me tinzi dhe i ka gabuar. Falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraq al-janna وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Kur ata e hëngrën pemën atij druri dhe ja ndjen shijen, atyre ju dukën vendet e turpshme dhe prej turpit, se e dinin që dukja atyre vendeve është e keqe, i mbuluan me gjethe të drujmëve të xhennetit, por Zoti foli atyre: "A nuk ju a pata ndaluar të hani prej asaj peme? A nuk ju pata thënë se djalli është armik fare i qartë për ju? Përse pra guxuat një gjë të ndaluar?" Fahri Raziu dhe Hazini thonë se Ademi dhe Havaja në xhennet ishin të veshur me rroba prej nuri, drite, dhe nuk ja shihnin njëri tjetrit vendet e turpshme, por posa hëngrën prej pemës atij druri, u zhveshën prej nurit dhe u doli trupi në shesh. Ajeti tregon se zbulimi i vendeve të turpshme ka qenë punë e dobët edhe në kohën e Ademit. Ajeti tregon gjithashtu se Ademi dhe Havaja sapo janë zhveshur, menjëherë janë munduar t'i mbulojnë ato. Disa thonë se janë mbuluar me gjethe fiku, duke i vënë ato pal. فلا ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ata thanë me lutje: o Zoti ynë, ne i bëm padrejtësi vetes sonë dhe në qoftë se ti nuk na fale, nuk na mëshiron, patjetër që ne do të bëhemi prej të dëmtuarve. Bejzaviu thotë: ky ajet tregon se njeriu mund të ndëshkohet edhe pse bën një faj të vogël, nëse atij nuk i falet faji. Gjithashtu tregon se faji Ademit e i Havas, edhe pse qe prej fajeve të vogla, thanë: nëse Zoti ynë nuk na fal, ne shkatrohemi. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Zoti u tha: zbrisni prej xhennetit duke qenë armiq të njëri tjetrit, faqja e dheut është vend qëndrimi për ju deri në një kohë të caktuar dhe për ju aty ka ushqim. U tha: aty do të jetoni, aty do të vdisni dhe prej saj do të nxirreni. Kuptimi: posa djalli gaboi Ademin dhe Havan, ata i kërkuan ndjes Zotit duke pranuar fajin që bën, dhe Zoti u tha Ademit, Havas dhe djallit: zbrisni në faqen e dheu duke qenë armiq të njëri tjetrit, për ju në tokë ka vendbanim e ushqim deri në ditën e Kiametit. Pasi tregoi vendbanimin, u tha: ju do të jetoni në dynja dhe në fundin e jetës, aty do të vdisni dhe ditën e Kiametit prej tokës do të ngjalleni e do të dilni. Urdhri për zbritje në këtë ajet u është dhënë Ademit, Havas dhe djallit, pra nën kuptohet se ndërmjet bijve të Ademit dhe djallit do të vazhdojë një armiqësi e rrept deri në ditën e Kiametit. Zoti tregoi Ademit se vendi qëndrimit për të është faqja e dheut, për treguar se ai në tokë ka zbritur gjithçka që u nevojitet fëmijëve të Ademit. Zoti urdhëron e thot: ja bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha
wa libasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. O bita Ademit, ne me madhërin ton kemi zbritur për ju roba që ju të mbuloni vendet e turpshme dhe roba stolisjeje, por roba e tekuas është me dobishme se ato dhe kjo është nga shenjat e mirësisë së Zotit për të këshilluar që ata të mbajnë ndërmend këtë mirësi. Shpjegime. Kur Zoti zbriti Ademin dhe Havan në faqen e dheut, krijoi edhe robat, për të cilat ata kanë nevojë fetare e jetësore. Ajeti tregon se robat janë një mirësi e madhe për njerëzit sepse ato duhen për të mbuluar vendet e turpshme dhe për të ruajtur nga të ftohtët e nga të nxehtët. Prandaj kurdo herë kemi për detyrë të falënderojmë për të. Në ajet thuhet enzelna, e kemi zbritur për ju. Fjala enzelna është ose në kuptimin e fjalës khalaqna, e kemi krijuar, ose në kuptimin e vetë të mësipërm, e kemi zbritur për ju. Meqense rënja e të gjitha begative është qielli, është thënë se rrobat i kemi zbritur prej qiellit. Fjalën risha, Ibn Abbasi thotë se është fjalë absolute në kuptimin e mallit, ose të gjitha sendet ushqimore të njeriut, ose rroba stolisjeje për veshje për shtroje. Sipas kuptimit të fundit, ajeti do thotë o bita Ademit, ne me madhërin ton kemi zbritur për ju dy lloje rrobash. Roba me cilat ju mbuloni vendet e turpshme dhe roba me cilat zbukuroheni e dukeni të bukur. Libasu taqwa, roba e devotshmërisë, është për rob me cilën mbulohen vendet e turpshme, ose për veshin që përdorej në luftë, ose për rrobat që përdoren në faljen e namazit. Fahri Raziu, Bejzaviu dhe Hazini thonë se roba e tekuas është për besimin, sepse me anën e imanit, besimit, besimtari ruan veten prej xhehenemit, ose për punët e mira, ose për frikën ndaj Zotit, e cila është kreu i të gjithë punëve të mira, ose për turpin dhe ruajtjen e nderit e të dinjitetit. Sipas këtyre kuptimeve që janë shëmbëlyer me robën, ajeti do të thotë: o bita Ademit, ne padyshim kemi zbritur për ju një robë tjetër, me cilën ju stoliseni e zbukuroheni, dhe roba e besimit, e frikës ndaj Zotit, e punëve të mira dhe e turpit që i shëmbëllen në robës së vërtetë, e cila të ruan prej të gjitha dëmeve të dynjas e të ahiretit, është më e mirë se veshja që ju ruan në luftë, ose se roba që ju ruan prej të ftohtit e prej të nxehtit.